Moderatori i njohur Enis Ujkani ka njoftuar publikisht largimin e tij nga Kosova duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Albin Kurti për gjendjen që e ka detyruar të marrë këtë vendim. Në një reagim në rrjetet sociale ai shkroi: "Mirupafshim Kosovë dashur, nuk e kisha menduar se do duhej sërish të largohem në Mërgin, por kur ke një udhëheqje që vendos pushtetin mbi mirëqenien e qytetarëve, i shkatron bizneset, ndodhin gjëra të tilla." Ujkani ka pasur një betejë me shtetin për një kontratë shfrytëzimi hapësire, pasi Ministria e Tregtisë ja kishte marrë objektin ku funksiononte televizioni i tij, duke theksuar se ai ishte pronë publike. Ky vendim sipas tij e penalizoi tërësisht punën dhe detyroi televizionin të reduktojë në transmetimin e reprizave. Duke shpërthyer në akuzat të drejt për drejta ndaj Kurtit, moderatori ka përdorur tone të ashpra: "Albin mashtruesi, psikopati, Allahu të poshtërofte edhe më shumë, siç je duke u poshtëruar çdo ditë." Mesazhi i tij është shoqëruar edhe me një fotografi familjare në aeroport, duke lënë të kuptohet se tashmë Enisi është i gatshëm të nisë një kapitull të ri jashtë vendit, konkretisht në Gjermani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.